Një sherr mes dy të rejash ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19 të mbrëmjes në një prej zonave më të frekuentuara të qytetit në lagjen Pavarësia. Të rejat shihen në video të cilën ka mundur ta siguroj televizioni 6+1 Vlora se si goditen me shkelma dhe grushta, teksa krahas goditjeve në fund përfundojnë duke u kapur edhe për flokësh. Mësohet se shkak për sherrin ka qenë një konflikt i mëparshëm për arsye krejtësisht banale, që ka përfunduar në dhunë fizike mes tyre. Të rejat, sipas informacioneve, e kanë lënë për t'u takuar për një sqarim, por kanë përfunduar mes shuplakash mes tyre. Fillimisht ato kanë parkuar automjetin në një prej akseve kryesore rrugore në parkim dysh, teksa kur kanë dalë nga mjeti, menjëherë kanë filluar të flasin fillimisht me fjalë dhe më pas të kalojnë në fyerje, sharje, duke përfunduar në dhunë fizike. Mes tyre duken dhe disa gra dhe vajza të tjera që tentojnë t'i ndajnë, si dhe një djalë, por pa mundur në momentet e para. Të shoqëruara, ato mësohet se kanë qenë edhe nga persona të tjerë, të cilët kanë qenë duke lëvizur në ato momente me automjet me to, por nuk janë përfshirë në konflikt. Si të ishin djema apo burra, janë zënë si në një ndeshje boksi, por në mesin e rrugës, ku ndërhyrjet e disa personave nuk kanë mundur t'i ndajnë për shumë minuta. Vlen të theksohet se ngjarja ka ndodhur në një orar me fluks të lartë të qarkullimit. Në pamje duken edhe persona të tjerë që vinë më pas për të ndarë të reja që po goditeshin pa mëshirë. Ky konflikt, krahas vëmendjes së lartë që ka tërhequr tek qytetarët, nuk i ka shpëtuar as kamerave. Një prej banorëve të pallatit përballë rrugës ka nxituar të nxjerrë telefonin duke filmuar skenën si nëpër filma, e cila krahas një konflikti për motive të dobta, tregon edhe faktin se ku ka përfunduar shoqëria sot, me të rinj apo të reja të qytetit, të cilët përfundojnë duke u zënë mes rrugëve dhe shesheve të Vlorës pas një frikë. Më parë, në Vlorë thoshin, në qytet çdo të thot bota, ndërsa sot nuk kanë frikë edhe nëse qyteti flet, por mbi të gjitha nuk kanë frikë as nga policia.